Lo sé de tú. Aquí te vaya. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se keni ardhur ke episodi ri. Kolegi dashur, kam harru numrin se bëm mungesa. Nuk e di E di si teta. duket sikur si kam bërë detyrat e shtëpisë. Si kështu, si tha, po. Nuk është tha, jo. Ja. Qive, o boj farë Kujdes më kap në gjë aty. Ja, po se kena vullmajtin nga sqetlla. Po ka edhe pjesa tjetër e studios, shumica e ka panë për live, po do të shohim kadal. Studion e kemi bërë si kështu, si këto çoshi lokal që rrotullohen. Edhe ne do rrotullohemi kështu fa. Kadal. Okej, kalojmë direkt te tema kryesore se njerëzit kanë interes për kë ka ardhur sot, vllai, jo për ty e për mua. Sot kemi të ftuar i super artist, i super aktor, i super dublant, lale qysh nga fillimi e deri tash që po flasim sot e kësaj dite. Jorge Broga! Faleminderit shumë, mirë se ju gjej. Mirë se na ke ardhur. Urime për studion. Faleminderit. Urime për pikturat, se më thanë që i ke boti të gjitha. Tanë që është lodh dora, ha? Ai ka bova, unë thjesht bëna bër, aty trazova ka i çik. Ti ai, ç'a quhen ato sommelier. Ai degustatori. Më vjen shumë mirë që keni nisë të channelin këtë gjën që po bëni. Jam nga ata njerëz që u kam ndjek që në fillim që kur e keni hap faqen. Edhe më ka ardhur shumë mirë që në Shqipëri po bëhet një gjë e mirë për këto animet që jemi ne të gjithë pasionant edhe ndjekës të tyre, pavarësisht se shumë veta nuk e pranojnë. Por jemi këtu dhe do bëhet akoma më e madhe. Fal çunave. Jo, edhe faljush lele se po mos jeni ju në falimentojmë. Ne bëjmë pjesën tonë, ju bëni pjesën tuaj. Eksakt. Kështu që bravo, urime dhe suksese. Shumë faleminderit. Na ka po qefi vëllas në si na mësu me kështu gjonash. Po, ka sa po merr ambulancë telefonë, vdiqja po. 200 tensioni ka sa po. 40, jo 40 nuk shkon se. Ja. Do të shko, si ka nis në fillim me ty, roli i parë, nëse e ma men, apo si ka nis pjesa e hymit në dublime? Se aktor patjetër okay. Atëre, mbaj mend mosha 15-16 vjeç. Kemi të vegjël goxha. Më merr profesor Alert Çeloaliaj. Është profesori i Akademisë së Arteve, një ndër zërat më të mirë që kemi në Shqipëri. Për gjithë ju Një që ndër se zonat që dini. kena parë në orën 9, në orën 11:30, e në 4 masdite. Ka bo SpongeBobin e parë fare. Kupton? E ka pas profesor për ne. Po. Fantastik. Edhe më merr në një studio që ndodhej afër akademisë, edhe më thotë hajde se do bëjmë diçka bashk. Dhe dubloj filmin tim të parë, ishte artistik. Ishte historia e Jezu Krishtit për fëmijë. Unë isha një personazh Benjamini që u quajtur atë, që tregonte historinë e Jezusit sipas syrit të një fëmie që e kishte parë, domethënë këtë gjë. Dhe aty bëra dublimin tim parë me Alertin në studio, duke më instruktuar, duke më dhënë gjithë këto detajet, si duhet ta bëj, si duhet sillem, zëri. Po e bënin ca amerikan. Edhe shkoi gjë e mirë, shumë ustallar, kishin një teknologji shumë të mirë që mua më pëlqeu atëherë. Edhe mora dhe ca lek të mira. Edhe aty më ngjiti mua, më pëlqeu gjëja. A do jemi në Shqipëri kështu? Edhe vajta në shtëpi mi mori mami lekët. Ti kam lego bardh non për ti xeza. Do të jap mami me interes kur të rritesh. Na interesi. Ti ru mami këtu ti kesh. Ti kesh. Që nga i moment, sot e kësaj dite, vazhdoj dubloj, është një pasion, me thënë drejtën, që më është krijuar, vazhdoj shoh filmat animum, edhe bashkëshortja ime është një nga ato fanset shumë të mëdha të animeve, të kuklave dhe të filmave vizatimor, dhe është dhe ajo një shtys për mua që unë vazhdoj t'i shikoj këto të rejat që dalin, e kështu fillojmë zihemi me njëri tjetrin, jo po ky e ka drejt, jo po ky është i mirë, pse ti se pëlqen këtë se këtë do ta shohësh. Gjë këtu, ftes live, se e di që je duke e pa këtë emisionin, se radhë. Ftes live të dumë në studio, ndash të shado kjonin, ndash të shado habi, ku të kesh qef? Dhe vazhdon sot e kësaj dite. Tashmë nuk e bëj më dublimin për përfitime financiare, le ta themi. E kam nisur mund të themi që e kam nisur dhe për të fituar ca lek, sot nuk e bëj më këtë gjë.
Ideja ime kryesore ka qenë dhe vazhdon është sot që të bëjmë diçka të mirë për brezat që vinë. Që ai fëmijë që do shofi këtë gjë, do hapi televizorin për ta parë të shofi gjë të mirë. Dhe pse jo të bëhet dhe ai fans. Patjetër se ka çfarë mëson nga kjo Ka çfarë gjë. mëson. Kjo është një botë e pafund në fund të ditës. Po të marrim vetëm 3 animet kryesore, që janë vetëm nga ato Samson, pa le pastaj të futemi te Death Note që janë për një pak më të lartë. Se Death Note është për të rritur. Po prapë një moshë pak më të madhe. Se ka një keq interpretim të gjithë gjës. Animet nuk janë vetëm për fëmijë. Jo, ka nuk janë kukulla. Të ta sqarojmë si muhabet. Edhe këtë mund ta vërtetoni shumë kollaj me Death Note-in që është softcore, prapë. Shumë i bukur. Ka anime. Shumë i bukur. Ja, realisht kjo keni shumë të drejtë që është pjesa që neve i quajmë kuklla. Ama se çfarë po shef kuklla. Bëj këtë diskutim dhe me shokët e mi sot të kësaj dite, ata janë dhe me fëmijë. Dhe i them, Lali, është film për ne. Ka një histori, ka një dramë brenda, personazhet janë personazhe të fortë që po vujnë aty bërë, nuk është për ta parë një fëmijë. Sa nga ato, sigurisht. Dhe vjen me moshën. Dhe unë jam sot e kësaj dite 37, shoh disa anime që them, prit. E ke çika i çikaron. Të këtu dhe thu, okay. Edhe doja shumë që disa anime të dubloheshin në shqip për ne. Patjetër. Jo vetëm për voglushat që kanë nevojë për diçka më soft edhe kështu. Shiko, kjo ndodh si gjë këtu në Shqipëri si fenomen që marrin anime i dublojnë dhe ecin për herë me idenë që janë për fëmijë, sepse që në momentin e parë që ti hap për shembull një nga ato kanale që janë legale, se edhe website-et që e kanë, ta specifikon që në fillim plus 16. Po. Edhe thot aty ka kështu me Terezi, pastaj çon edhe ca titra tjera që për njerëzit me zemër të dobët këshillohet i bëj skip. E vërtet. Domethënë ka mesazhe ka ca rregulla specifike që ti nuk i shmangesh, se ti nuk mund të marrësh, po marr prap kod Death Note-in. Nuk mund ta shohësh Death Note-in një fëmijë 12 apo 13 vjeç, është absurditet. Nuk ka 16 as do ta kuptoj. Po edhe 16 vjeç do dyshoj shumë. Pra po ta marr me një sy pak më kritik. Është shumë anime e rëndë, dhe për një 16 vjeçar, sepse ai akoma nuk e bën dot ndarjen midis ç'a është e drejta tamam dhe e gabuar tamam. Të besohet që Death Note-in unë vet e kam parë kur kam qenë i vogël, nuk e kam kuptuar. Po. Dhe e kam ripar, ndoshta para 3 vitesh, 2 vitesh, 3 vitesh, edhe jam shtangur. Unë nuk e kisha idenë se çfarë ishte ai Ishigami që ky kishte mbrapa. Dhe shikoja si një figurë dhe thjesht shikoja ç'është kjo gjëja që këtë e ndjek vazhdimisht. Kur isha fëmijë, sot e kuptoj shumë mirë. Edhe kështu që çdo gjë ka kohën e vet. Ama duhet t'i jepet hapësirë. Patjetër. Ajo është një gjë kryesore, duhet t'i jepet një herë vëmendja e duhur, sepse tashi shumica po bëhen thjesht fast food. Ç'a po shikoj sot është thjesht fast food, edhe hajde ta bëjmë se duhet bërë. Nuk ka qenë kështu kualiteti, themi edhe që është. Nuk ka qenë kjo. Kjo fillu që nga puna që bëhet dikur mbrapa, që vërtet bëhet punë tavoline dikur, e deri te këngët që përktheheshin në shqip. Po. Jo, mu më vjen keq sot, ja. Po e përmend prapë se ju e keni diskutuar dhe herë tjetër, po të bësh gjitha të punë, të bësh përkthimin e një seriali të tërë, përshtatjen, dhe mos marrësh pak kohë për ta përshtatur dhe një këngë në shqip, qoftë me kompozimin, e kuptoj që do kohën e vet. Ama bëre gjitha të punë, bëj edhe një orë punë shtesë. Ti e ke marrë drejtën e të rryzotin, po e saklom. Se është gjynaf, jepja siç duhet atij fëmijë, kushdo që do ta shofi. Mund për këtë zihem për shembull nëpër studio. Jo për të zonë, për të rënë lexio kokës. Edhe ne këtë mohabet kena sa herë që vim sa i dëgjojmë këto direkt, edhe ne që s'kena lidhje me dublimin që ti jeni. Po, më revolton. Jo, s'ka lidhje ti. Jo, po flas tani me punën që bëjmë. Herë leftarë. Edhe ne dhe mërzitemi për faktin se këto bëjnë, domethënë, dubluesit bëjnë një punë fantastike që ta përshtasin, ta dublojnë një film, një orë gjysmë. Po filmat vizatimor në 90% të rasteve ka minimalisht 1 ose 2 këngë që shkojnë nga 3-4 minuta. Gjithmonë. Edhe këngët janë te pjesa më kulminante e filmit zakonisht. Në shumë vërtet. Edhe ti le aktorin që të dubloj gjithë këtë gjë, ta shkrije talentin aty,
Edhe vjen pastaj e bë filmin komplet me zot tjetër. Kalon në anglisht ajo ose në japonisht. Është budalliku. Edhe vjen mami i thot fëmis haçi buk tash sa të marrë këngë. Po. Ta kupton. Tonë humbi gjithë thelbin. E shkput komplet nga historia çfarë po ndodhte. Një gjë tjetër për shembull që më vjen keq. Okej. Kuptoj studiot që duan sa më letrare të jetë gjëja. Që njerëzit ta marrin sa më pasur gjuhën shqipe, fëmijët që e dëgjojnë. Prap, ke parasysh, jemi në Shqipëri. Në Shqipëri nuk flasim vetëm gjuhë letrare, kemi krahina, kemi qytete, kemi dialekte. Lëre gjën të rrjedhi. Pa man më mos e Shfrytëzoj gjithë dialektet të Shqipërisë, sepse do dalë një gjë më e bukur, të dalë një gjë e larmishme. Se ti i dëgjon këta personazhe në rrugë. Për dita. Dëgjon një Shkodran, dëgjon një Korçar, dëgjon një Dibran. Pse jo, mos t'i kemi dhe aty. Unë mendoj që kjo letrarja ka hyrë këto kohë të fundit shumë. Sepse më përpara, për shumë, po të përmend rastin e Marinës që diskutuam kur ishte fillim, te Simbadi, na e përkthyen tha dhe dilte diçka shumë e shkurtër që ishte anglisht. Kujtohet pjesa si ishte? Ajo ti more hartën, a humbe hartën. Po, që i thotë. Domethënë, fjalia anglisht ishte 3 fjalë, edhe kur na e përkthenin në shqip, tha na dilte një fjali e gjatë. E gjatë dëftore që zbonte sens dhe kemi ne tha 1 ditë e gjys, vetëm të përshtasim atë pjesë. Edhe e përshtatëm shqip dhe jo letrar, që thashë se s'kishte rrugë tjetër dhe doli super gjë dhe është bë batut sot. Po. Pastaj mos flasim që ditët e sotme për shembull, 2 filmat që janë konkretisht më të parit nga të rriturit që s'besoj se shohin fëmijë. Të dubluar po thua? Të dubluar, po, janë Hardhuca Leo edhe Shtektimi, që Shtektimi. Është Rej Beg aty që vetëm i ka thonë, nuk e di, po jam shumë i sigurt që i ka thonë, "Lale, do më bëj kështu, apo ti ke." Domethënë edhe shikojnë më shumë nga, domethënë ai është gjithkohës në dialekt, por që jam shumë dakord që duhet marrë. Jo, është një balancë. Është një balancë shumë e mirë. Pra është një karakter që ka komicitetin dhe po e mban dialektin dhe pjesa tjetër janë letrare. Patjetër. Jo të gjithë me dialekt, po ty ku mundet bëhet, se mos ta bësh. Se jo. Se nuk është se kanë një përgjegjësi shumë të madhe se absolutisht. Gjithë, po flas dubluesi profesionistë që jeni ju, minimalisht 2-3 dialekte dhe 6 zona i bone. Do ta përshtasësh. Do ta përshtasësh. Pra nëse jeni mësues stërvit, nuk është problem. Ke bosh shumë karaktere. Ke shok. Eksakt. Ja mëson ato 3 rreshta që ka i shkreti. Po shiko, kështu ka qenë për herë, domethënë momenti që ti ke diçka që do nxjerrësh jashtë letrares, është gjithmonë një maksimumi 2 karaktere që kanë batuta. Shreku për shembull. Po, do ta thoja. Na kanë not. Asgjë dieta. Amin. E kupton, te Shreku ti ke vetëm atë çka ka, Farkuadi që ka batuta, gjithë tjerët janë, domethënë edhe Shreku vetë është letrar. Po, pjesën më Gomari për shembull te filmat e tjerë, edhe pse është letrare, diçka tjetër që është interesante që mendoj unë që bënte përshtatje në shqip është që përfshin këto vende, për shembull që thotë ai, goca sa nga Lollipopi kur i thotë aty në shtrigë. Po, di çfarë pëlqen më shumë goca fundjava në Tiranë te bloku. To më gjendrorim. Kur përshtat to vende që njerëzit i njohin asociohen. Ti e përfshin atë në, domethënë, shikuesin e përfshin direkt që është diçka që po ndodh këtu, e kupton? Do është interesante të bëm me qesh se kjo është e gjithë ideja më e pakë se o do qesh, po të rreshu statik linear gjithkohës, s'ke shi. Po më çfarë ka pas. Po i dhe shikuesit diçka që ta lidhi direkt veten me një vend ku ka qenë, me një batutë që e njeh, me diçka, me një dialekt që e di. Patjetër. E bëre për vete. E mori mesazhin ai, parashikimi trik që ti e bë për të marrë mesazhin, çka ke qesh e gamor. Ciao, kjo flije. Është super gjë. Do të pyesja, okay, me dublimet e morën vesh se si e keni. Animet. Animet. Qartë shtyu. Kush ta futi stërkomshin që reta i pataku aty, që kena ratë gjithë. Me thënë të drejtën, ka nis me Gokun, gjëja, megjithse ka nis me Gokun, sigurisht, ka nis me Gokun. Kaloi pastaj mbas Gokut te Attack on Titan, kam parë një frikshëm. Attack on Titan. E pa deri në fund? E kam parë deri në fund. Okej, super. E kam parë deri në fund. Unë s'jam shumë fan si asajt, po që. Të them të drejtën, edhe unë në fund nuk u bëra aq fan si asajt.
Urdhë. Dikush me Jo, shifti, qëra drejt. Ishte shumë i bukur si serial. Deri te sezoni 3, pastaj bëhet lëmsh. Pastaj mirë që u bë lëmsh, po fillon e merr inat dhe atë Robin olla. Po pse ti më olla kështu? Po çfarë bëna, çfarë? Do të kaloj te Naruto? Një aty më rrejnë. Janë anime të cilat njerëzve mua më kanë rrit. Të mëson filozofinë e jetës, të mëson se çfarë është jeta, si marrëdhëniet njerëzore që ti sot e kësaj dite i ke, atje i ke të përmbledhura dhe thotë vëlla, kjo është. Kjo është e mira, kjo është e keqja. Naruto për shembull është mësim. Total, i gjithi. Do dalë ndoshta kundra shumë njerëzve. Kjo është personale imja. Okej. Personazhi që unë urrej ndoshta është fjalë shumë e rëndë, është Sasuke. Ai. Është Sasuke. Pse? Sepse nuk e kuptoj pse mo vëlla. Imagjino. Pse mo vëlla, pse? Imagjino të shik Domethënë Gendi. ti po Gendi Futu në Gendi. Jo, prit. Ja ta thot pse ka inat Sasuken. Se e bukur është, më fal, se po të ndërpres. E bukur është ti e ke bolla Sasuken. Po, E ke bolla lufta e madhe, dakor, që Dhe këtë rastistë ato të këqija në fund fare. Po. nuk e kuptoj arsyeën e kuptoj unë. Do ta Se shpjegoj unë se përfundoi ai ideal ashtu si përfundoi. Ama e kuptoj deri në një farë pike që nuk dinte se çfarë kishte ndodhur. Okej. Nga momenti që Itachi, vllai i tij, vjen dhe i thot, vlla, ka ndodhur kjo gjë. Unë e kam bërë këtë gjë për këtë arsye. Pse vazhdon një herë që i keq më vëlla? Jo, ja Ta lidhim me jetën reale. Dhe mirë, okay, je i keq me disa. Po. Po me shokun tat që po le jetën për ty dhe ti vazhdon akoma do ta vrasësh. Shiko. Pse më vëlla? Ti pastaj kaloj më shumë çështje rivaliteti. Jo, e lidh kollaj me jetën e përditshme që ne jetojmë. I ka ndodhur gjithë në ty besoj shumë mundësi që ke pasi shok po që ti ke qenë gjithë kohës Invest. Jo, i vetëdijshëm orë që ky është i dëmshëm për ty. E kupton? Nuk bën mirë, thjesht e ke shokët dhe s'do më lën që ky të vazhdojë më keq dhe sakrifikon nga koha jote, nga jeta jote, që kët ta fusësh në rrugë të drejtë. Ky është Naruto. Ky është Naruto. Okej. Edhe ti përpiqesh, por nuk heq dorë kur sepse mendon që unë e di se çfarë robi është ky, po se kuptoj pse ky po përfundon këtu. Nga ana tjetër, ky shoku pa dashje, ndodhi herë që piu, shkoj te disa njerëz që e manipulun, i errësuan syt, i than, shiko vlla se ti je shumë i zgjut, ja rritën egon, ja bën si ti s'ka, je i vetmi, unik, e kupton si kënaqen. Jam dakord deri këtu. Edhe ky mendoj që jam unë s'ka tjetër. Zoti, po unë jam Zoti, thotë në me ska. momentin që ty të mungon inteligjenca, po egun e ke flak, është ignorancë. E kupton dhe ke sy të errë. Shumë dakord. Ti mos harro dhe faktin e manipulimit, po flasim Po këtë pra po them manipulim. Po flasim për një, mos harro dhe faktin që personazhet aty janë nga 16 vjeç. Edhe? Dakor? Si, po ti pretendon të kesh njëtën pjekuri, siç ishte Kakashi që ishte 27 të ketë Sasuke me 16. Vlla, Kakashi ishte shkuni mdi, bonte nga këto të budës, çfarë këto rituale. Jo, lexote i libër, mos ta themi ç'a ishte. Kupton? Libër jete. Paulo Coelho kishte shkruar. Librat që lexote Kakashi i kishte shkruar kush i kishte shkruar. Mr. 106. Nëse mos hylte, ai është specie në zhdukje. Po ja, ti doli te ignoranca. E kuptoj, domethënë se ky u manipulu, për shembull, morim rastin konkret nga Danzo, jo se nuk e kap kamerën, po. Jo nga Danzo, manipulim nga Danzo, nëse e kam unë. Orochimaru. Po. Pse? Sepse Orochimaru kishte egon, po kishte edhe inteligjencën. Kto si ishte ignorant. Edhe e mori kët për interesat e vet, i tha këto s'bojnë këtë ani. Ai donte një fije se e kishte një arsye urrejtje kundrejt fshatit, e kupton? E kishte pra, okay. Ta ma bon mu, edhe donte një arsye që ky të dilte kundra këtyre. Urbish. E di çfarë ndodh? Ai tipi që e manipuloi, në fund fare u bë më i mirë se sa ky vet. Aha, pra. Po, dakord, po pastaj u rrit me shkallë niveli manipulimit. Kjo është që mund vjen inat, dhe pse them nuk e kam inat atë si. Po se ky pësoi zhgënjime. Po pra patjetër. Unë mendoj që ky kur u rrit, pastaj u poqë dhe u zgjuarsua dhe këtë egon që e kishte në ignorancë e ktheu në inteligjencë, unë mendoj që Sasuke është super karakter. Po me jetën e përditshme nuk funksionon kështu. Pse? Sepse Sasuke mendon se unë jam shumë i zgjuar.
Edhe që të bëhet ky vend, duhet që të gjithë ta dëgjuar në lidhje me mua, të drejtojmë të atjerë të themi bëhet kështu edhe pikë. Shiko, po nuk flasim funksionon- për një karakter E mik që diskutu- psoi humbje po pas pra, po humbje nuk- njëra mbas ore, tjetrës. pse donin Naruton edhe s'donin Sasuken, sepse Kë? Naruto ishte popullor. E kupton, nuk ishte shumë inteligjent, kishte zemër të mirë, jo se Sasuke se kishte. Po thjesht ishte nuk Se kishte më, pse e kishte? Ja kishte. Pa çe kishte më? E di si është Sasuke si këto baballarët tonë që s'çojnë pikë lotja ma kështu mrena i dhem. Jo vem, ha? Se u kthy atje në fund për t'i ndihmuar çik. Sasuke u manipulu dhe u manipulu gjatë gjithë kohës. Edhe ishte Obito në fund që i thot për Itachin. Dhe prapa i thot aty që jo Itachi ishte i keq vlla. Derisa ja tregojnë nëpërmjet Mangekyo. Logjika është shumë e thjeshtë burr. Ha, Jen karrige, apo? jam. Edhe ty të vjen njëri ditë për ditë që kur ti je i vogël që s'ke mësuar të flasësh akoma dhe thot kjo është makinë, kjo është makinë, kjo është makinë, kjo është makinë, Oh, këto hi ky robi. Dhe ti vazhdoj thu vet, kjo është makinë, kjo është makinë. Vjet ti thot, "Oh, është karrige mos e gjithë kështu po thon." Jo. Jo, vlla, kjo është makinë. Po nuk është faja e tij. Kjo është që po Ore, vjen të them. shiko, ai ishte një dras e bardh, bosh, se s'kishte as nën as baba, e kuptoj, kishte edhe Itachin që e hodhi mes katër rrugëve të Shijakut. Edhe e morën dhe i shkrujtën këta tiret nga i copa, e kuptoj, e mori Orochimaru, pastaj i boni libër, Madara i hapi bibliotekë dhe ç'a priset ti nga ai? Me dalë në Që të kanë. vendoste një drejtësi që për shumicën e njerëzve ishte absurde, sepse njerëzit që kanë një nivel inteligjencë mesatare nuk e kuptonin se ç'a donte me bë Sasuke. E kuptoj, kjo është e gjitha. Kapita. Sot e kësaj dite nuk kam parë vazhdimin e Narutos, që është Boruto Po, me as se kam pas sa gllëm. them të drejtën. Dua ta shoh se kam përshtypjen ka tjetër zhvillim Sasuke aty. Po, aty Për është këtë bo- pjesë? aty është ka komplet formim tjetër, është nuk del shumë, po ato episode që del janë pikante. Por që ky është një ndër personazhet që ka qenë kontradiktor kundrejt meje në ato gjërat që unë kam pa. Ta dublosh e ne thush s'pëlqej. Jo, mund ta dublosh, Jo, po si s'ka- s'ka- jo s'pëlqen. E urrej si Si karakter. si karakter, atë që ka, pse? A kupton? Është çike është komplekse, po ka Ma shpjegon pjesën e dytë Jo, vllai. jo, pjesën e dytë do bëjmë luftë tashin e dashurojmë. Mo them mëlla pjesën e parë ka sapo, të kthehemi pjesën e dytë edhe ta zbukurojmë, ta kthejmë kështu siç duam ne. Shadow Clone. Ja fali neve se i futemi kore buk. Më kararon dhe leftera. Os flas da dhe. Qa ishte ajo flije. Ndam pjesë për gjysmë duket. Nga kararon, po prap në mua betin do ta vazhdojmë. Ja ti ku e lam. Unë Ha. ja, se s'bëhet kështu për mua tash. U mërzit. E di ç'ke ti da bëjmë kështu. Ha. Kasape, ti do dalit diçka këtu kështu. Fa. Del Do nol. mëllet prap. Dalte? Po. Fa. Jo se këtu reflekton, o mire. Ktheja ne nga inxhinieri. Opa. Jepi, çfarë të më pyet se ti e kishe, i pyetje që ke rënë çfarë. Fillojmë me këtë pyetje e pjesës dytë tash. Përveç këtyre 13-dhojave, për shembull, që janë këto Dragon Ball e Naruto. Po. Kush është një anime që të ka pëlqyer te i masë shumë domethënë që ke thënë, "Ok, do shoh këtë tash, pastaj ke ngel." Qa të shoh pastaj? Se thu, shef diçka aq të mirë, sa që pastaj thu, ore, do standardin. nuk e ul dot standardin, Kështu, duhet mund me shofi Naruto. duhet shofi gjë më të mirë. Më ka pëlqyer shumë Black Clover. Ka qenë shumë e bukur. E është pas atje mos e personazhin kam që e keni vizatuar aty, është fantastik. E kam nisur kështu kot le të themi, me nusën e kam nisur Okej. këtë gjë. Nisi si një gjë e thjeshtë, është pak e shtrirë ajo në fillim, Po, sa ja, zhvillohet 20 personazhi episode. andej këtej. Ama është fantastike. Mezi po pres të dalë sezoni tjetër vitin tjetër, më duket Jo, se si del vjet, këtë vit. si vjet? Duket fillon në qershor ose korrik. Okej. Është gjun, Në më xhulaj, korrik. po July korrik. Black Clover i ka pasur një zhvillim personazhi fantastik. Historia është e bukur. Të them vetëm diçka. Nëse je befasuar deri sot se historia ka qenë me shumë ndryshime, po befasoj që si tha ai gjati s'keni parë asgjë. Se një akoma. para si akoma. Pres edhe jam i bindur që do jetë një gjë Plus që bomb. animimi më duket e ka marrë një studio tjetër, më duket e ka marrë ajo që bën Naruton, që ka Toei. bën Naruton. Jo, se bo Toei Naruto më. Toei e ka bën, Perro që ka. Nëse ajo Nëse ka se marrë di. animimin dhe ka
ka super ndryshim. Ka tjetër nivel, Fillimi si. për shembull ka qenë shumë kështu Sigurisht. është lar, pastaj u rregullu rrugës. Sigurisht. Pashtu shkon me edhe Naruto, po ta shohësh fillimet Goku gjithashtu. Goku ka Ti ardhur. do thuash janë vitet më Goku ka përpara, ardhur jo prish, Si se- jemi realista, Goku ka ardhur të morë për poshtë. Vlla, përveç asaj të ultra instinktit që doli të turnamenti, asnjë lloj gjoje tjetër s'ka bëm animacione. Ta shohësh prap Goku Super Saiyan me atë lloj cilëtiti që ka Që ka qenë qenë. atëherë, prap ti jep sa Po, rrënqethje vlla që. E di si janë animet sot, këtë do të përfundim. Më mirë i pikturot ti Dragon Ballin se ata që bëjnë Dragon Ballin. Animet sot janë si puna e të hysh në ai Kindle që ka që blet libra, ti japësh shumë në tablet, e ti s'ka si lloj pasioni, ndërkohë ke librin dorë, e vjera letër, Po. ato të vjetra, da kuptoj kur i shikon ato që janë vizatu, flet në flet, Ato mangat e kështu. Po, qa kujdesi kanë pas ato, domethënë ti për të bërë 1 minutë sken, tu ka dash 2 ditë. Patjetër, po patjetër. Ngjyrosja, ti orë shefi gabim aty që kanë ngjyros çik më shumë. Ai të thjeshtë kështu. Kurse këto e bëjmë me kompjuter edhe, shiko Dragon Ball anime botërore që ulishin zishin stadiume për të pa episodet, shko ti po meri kinez të vogël aty e 16 vjeç për të bërë anime. Del Goku Nëse pastaj. hape këtë mohabet ishte te piramida, mos gaboj, vinte jo te piramida, po te pallati i kongreseve. Vinte një nga këta djem që kishin vizatuar, paktën kështu thoshte, që qenë pjesë e Dragon Ballit. Dhe vajta me shumë qef me Sandrin Biles, kolegun tim, se ai është i fiksum me Dragon Seriozisht? Ballin. Po, Dragon Ballin e ka, E Naruton. E di që po më shef, edhe ti. Këtu, mos ta zjas këtë muhabet Po, po. e li llafit. Mund flasësh me Sandrin shumë edhe për Naruton dhe për Po Dragon do Ball. ju të treve. Hajde ni të bëhemi të tre tamam. Edhe vajtëm atje kur doli që ai çuni kishte qenë pjesë e një serie që ishte vizatu edhe kishin sjellë në Shqipëri e tham. Edhe unë kam bërë më shumë. Po zo. Se ma, Po çaj Vajtëm me tallesh me shumë ne. qef, me shumë qef, po okej, nesër e takum. Bravo. Halal. Halal. Takoj se erdha. Çka ke bëti Lali, ja kam bërë këtë liçenin. Po. Super, u lodhe. Tjetër pastaj nga animet që më ka pëlqyer shumë, ta thash, Attack on Titan ka qenë një ndër super gjona. Tu me Erlinin ha debat, unë jam dakord deri te sezoni 3. ka pëlqyer. Shiko, plot twistin, të historinë, enigmat, gjitha këto e ka shumë lart, domethënë duhet të mendohesh. Po, të po, studiosh, po. Se ti shef i sken, pastaj opa si shkoj këtu, kjo, pastaj kthehesh, po pastaj jo, po. Shiko, po ti marr nga New Generation, se edhe Attack on Titan është çik New Generation. Attack on Titan ka dalë deri në diku. 13-ën mos gaboj. Po anime të reja pra janë, kupton ne po flasim Po, të reja kryesia kryesore të animet që kanë qenë para 2000-shit, kupton që kanë qenë pik. Ta thjeshtësojmë. Hunter x Hunter e ke pa? Nuk e kam pa. Duhet ta Hunter shohësh. X X Hunter. po. E hapa në një nga këto platformat online, edhe isha me nusën në shtëpi, them ta nisim, më thota e ta nisim të, them unë nise, nuk e di pse atë natë, se ç'a ndodhi, nuk u zum. Edhe nuk e, po do ta nis patjetër se kam parë që ka review shumë të mira dhe Shiko, e vjetra, që është ajo e 91-92. okej. Është nivel Pro Max. është nuk e di Tokyo Ghoul me Death Note me ku di Death Note, fantastik, Death shumë- Note ajo është shumë dark. Kjo e reja është pak e zbutme, po kur shkojnë ne nga funi pastaj. Fillon, okej, do ta Goni, shoh patjetër. goni. Pastaj mund të të kaloj të ca që janë prapë të reja. Solo leveling. Qamet e bukur. Më pëlqeu shumë. Qamet e Më bukur. pëlqeu shumë. Është limonad. Është limonat, Kupton? po më pëlqeu si me struktura, si funksiononte. Shumë si kuptoj këtë. Hajde më. Do tjetër të re, tjetër, doli kjo Jujutsu Kaisen. Po. Më Sezoni i parë pëlqeu. kotë, pastaj filloi Okej, bazën e ka dhe Naruto. Po. bazën e ka të gjitha. Komplet. Dragon Ball, I ka Naruto, kopje. Gojo Kakashi. Eksakt. Ke parasysh Naruto është vetë ky. Çka ka? Sa- Jo Sukuna, se Sukuna është demoni. Bravo. Dhelpra. I ka këto bazat. pra. E këtë gjë me Sandrën e kam diskutu bile, se janë fix për Janë shtatet. similar komplet. Njësoj. Se edhe ajo tipi është e padobishme me ato magjit me kunja, si Bravo. Sakura. E ke pa sezonin e tretë, pjesën e parë? E pash të gjithën. Ajo Maki bën të njëjtën po. gjë që boni Sasuke. Shkoi vrau gjithë fisin e vet. Ah, Ajo e vrau bravo. me dëshirën e vet, nuk e urdhëroi. Bravo. E di çfarë mendoj, Jujutsu Kaisen ose shumë anime të reja që dalin ditë e sotme dhe
nuk po them imitojnë, po bazohen. Patjetër, bazohen. Këto thjesht morin diçka që ka qenë legjendare, edhe i bëjnë flashbacks do thoja për ne që kemi pa ato, që shiko, unë po ta marr këtë gjë që është bëhet herë më shumë, unë po ta zbukuroj sot dhe po t'jap një gjë tjetër të re. Për shembull kur bën Maki prap që ka një ndeshje me këtë një kushërinë e vet 2-3 që ishte. Demon. Po, e kupton dhe janë këto skena që ti pret plasi një super grusht, e kupton, dhe je gati ta ndalosh atë ta shohësh dhe herë prapë, dhe vetëm kur e bën me frames sa vetë të fup edhe fut një 4 skena të ndryshme. Ajo ka qenë, domethënë, ajo është marrë nga One Piece, është pjesa fix ku Luffy ja fut ngrushti Bellamy's, për plas shumë tokë bë. Atë e kanë marrë, se ajo është bë para 20 shumë vitesh, këto e kanë marrë, e kanë nxjerrë në tavolinë, kanë marrë atë Gordon Ramsay e ka drejtuar. Si mund ta bëjmë çik ndryshe këtë? Dhe kanë nxjerrë diçka që të gjithë ndërrojnë, dhe del diçka fine, lezetshme. Shumë e bukur tjetër që e kam ndjek dhe pres prap të dali filmi tjetër është Demon Slayer. Demon Slayer, me thënë drejtën bëhet shumë për grafika, më ka pëlqyer. Jo për histori, edhe historinë e ka. E di ku e kam prish, domethënë pse u mërzita unë nga Demon Slayeri. Mu kanë filluar të mos më pëlqejnë këto anime që çfarë bën. Bën 2 sezone, mos gaboj 2-3 sezone, pastaj nxorri një film. Po. Edhe këtë filmin pastaj e bëni prap sezone zmadhor. Jujutsu Kaisen pra. Kjo gjë ka ndodhur tani dhe unë kur pash sezonin, se kisha pa filmin që doli në kinema. Pas sezonin që doli ishte e njëjta gjë, pak më e shtrirë në ca. Këtë e kemi diskutuar para ca kohësh, mos gaboj që këta tani kanë shumë lek për të bërë. Këta kanë gjithë lloj truk, okay, unë do lë me kualitetin, jo unë do lë me kualitetin, pra që këtë se ka njëri cilësinë time, edhe i bëj filma. Nga kinemaja mor lek, s'kam se të merrem me seriale e shtrydhin sa më shumë. E di çfarë mendoj unë, këto nga që ka shumë krahasim me ditët e më parë, të vitet e më parshme anime, këto të çfarë bëjnë? Bëni far testi, e hedhin si film. Po, u pëlqy, popularitet. Se e ke shumë kollajt asgjë historize, e ke bëu xhakade. Ndodhi me Jujutsu, për shembull Jujutsu duket ka 2 filma. Nxorri filmin me Jutën, e prezantuan ai Zero duket. Nuk heci, nuk bën asnjë lloj sezoni me atë. Nxorri filmin për shembull kur ndeshet Gojo me atë, si ka emrin e ella. Asu që më mos më thy për emër. O burrë. Te Naruto ti them deri te gjyshi i paaftë. Ja harro Toji, na. Që është bë viral, vetëm do ka dalë 5 minuta dhe është bë kush di sa orë. E ma ajo që heq këtë ky që e futai burgun. E pan që heci shumë fare dhe bën 2 sezone me atë. Domethënë dhe vazhdon ti prap akoma çdo gjë e lidhur me Toji se ky vendosi të thynte shpatën Toji dhe kjo shpata kishte shumë lidhje me shumë gjëra të tjera dhe këto gjëra të sollën në këto gjëra edhe. Kjo pra kjo është tip pret. Një film ka, një sekondë, se na llash, një film ka Jujutsu më. 2? Ka 2 më duket. Bizi kam pa. Po ja po unë mezi po pres i dali nga ajo kutia që është fut tani. Po nxirret shkretin të shohim. Nuk del ai. A kupton? As Yuji ai. Ne kush e di sa do e zgjasin me këtë pjesë, kalojmë te historia e njëjtit, te historia tjetër. Po ai se kupton ti thjesht heq atë mrokullën aty pa i ke drejt më. I lexon manga, ti ke qef? Nuk para e kam lexuar, me thon drejt. Doktora ime ke. Nuk para e kam lexuar. Të ta jap një spoiler për këtë, as Yuji nuk del më për shumë kohë dhe ndryshon komplet historia. Domethënë tani i kalojmë te Çuni Xhaj. Kalojmë kështu tash skip kësaj anë, më thonë. Tani ashtu ndodh. Domethënë largohet nga këto kopjet e këtyre dhe ka histori super të lezetshme. Besoj që sa vjen edhe dashurorosh me atë. Unë kam qenë skeptik për shembull, unë si natyrë, këto që i shikojnë shumë njerëz i them jo. Domethënë nuk e di pse, por nga që është shumë popullore e them se po ka qenë si punë ca seriale Game of Thrones për shembull. Edhe unë kështu kam qenë, jo. E pash para 2 vitësh. Po, edhe unë tash në fund. Okej. Unë La Casa de Papel e kam pa par vjet. Ju sugjeroj një animacion që unë e kam dashuruar shumë, film. Record of Ragnarok. Ke dorën këtu, mezi po pres sezonin tjetër. Unë jam dashuruar me atë. Është herd. Kush ka qenë betejë që të ka pëlqyer më shumë, thuaj drejtë. Shiko, aty të gjitha betejat janë fantastike. Ja, mos apo ka thënë me Leonidën ishte. Leonida nuk e kishin bësi Leonida. Vetëm si Nida. Por më kam pëlqyer përballja e personazheve dhe gjetja e Zotit kundër njerëzve, ajo ka qenë fantastike. Të nxjerr Adami. Sa do ta thosh a u fike fare me Adamin dhe Zeus? Kundër Zeusit ishte një gjë, thoshe Edhe thyt vërtet, a menove dhe ti se fitoi Adami aty? Patjetër. Gjithë me numër patjetër episodi i parë. Si jo? Pastaj kur kishin nxjerrë me Jack the Ripper. Ajo ka qenë kundër Herkulit, kupton ti? Dalja e Budës
doli kundër zotave, thotë jo më vlla tradhtia. thotë. Po jo, çfarë tradhti më Buda njeri ka qenë. Thjesht u bë Po, zot me u bë kalimin. zot. Jo, ideja tradhtia, sepse edhe në Tradhtia kundrejt zotave, po Po, thotë. po, Ai po. shikoj mesazhe shumë i pastër, ai del me idenë ore këto janë shumë në disfavor me ne. E kuptoj dhe jemi në atë fazën që këto e pas kanë aftësinë se ishte 3-2, jo, 2-1 më zgaboj. ishte barazim duket. Jo, kur ka dalë Buda kanë qenë zotat një para, e gjë e tillë. Ah, okay. Edhe thot këto janë në disfavor me ne në çfarë do lloj aspekti, në aspekt fuqish, në aspekt jete, gjitha këto. Edhe po na rivalizojnë valla, kështu që kanë nevojë që priti herë po të kthehemi me ju. Thjesht Buda është chill. Është Kupton, shumë i si lezetshëm Snoop si personazh. Dogg every day. Po sezoni 3 dhe Fudi le pirse. këto menoshin gjithë se ishte spital ndërkohë Lordi atje hihet plepit. Ka pëlqyer shumë Nikola Tesla. Sa do thoya, Nikola Tesla, Tesla persona e kishte bërë si Fjalimi Iron Teslas Man. në fund ishte Shumë e bukur. Unë me ziva preset nuk e di çfarë drejsh ndonodhi me këtë Sigurdin. Të Dem- dashurin e kësaj Okej. Valkyrit. Po. Kush që ka ky valla? Sigmund, jo, Sigmunda, Siegfried. Po ai është vrasësi i dragonjve. Po pra, një po, ndër këto- njerëzit më të fortë që tregon historia. Se gjithë ato këto janë më të fortë. Po pra po, se kam prap legjendat kundër mitologjisë, Më kështu ka është, pëlqyer domethënë, personazhet historike dhe kanë bën një ndërthurje të lezetshme. Domethënë kanë vënë çka kanë vënë re një zot pozitiv kundrejt një robi negativ. E kupto? Ose anasjell. ose anasjelltas. Një zot se negativ. më fal, ajo me Hadin ty si tu duk. Super E betejë. bukur. Po, Ajo, po, domethënë, pra, kishin vënë një hero pozitiv. Qa e bën një mbret ai dhe e liston e pam e slale. Kur kanë pa dublimin, domethënë ai dubluesi që bënte atë anglisht, Po. domethënë ishte fut aq shumë në rol, ja kampaja 20 ca minuta duke dublu këtë. E kishim mësuar tekst. Tregonte edhe provat kur ky gabonte dhe kthehesh mbrapa prap. Edhe çam të rrojë vëmendjen ishte fakti që kur ky kishte ky, domethënë Po, karakteri të anime që Shiwani. kishte gjën të syt, që kishte lidh syt. Po. Edhe ky i thotë këtyre shikoj thotë a dhe i thotë se du ta ndjesi ndjesi thotë si është i kesh syt më Si të si flasësh. mbyllur, po pra po. E kupton dhe ndryshonte totalisht e folmja ose emocioni ose mënyra se si ky Ore, edhe adresimi artikulon. direkt. E pra këtu dalim te gjëja që folëm. Që Teknika, do pra. Aktori do kohën e vet të marri për ta bërë atë personazh sa më Futet mirë, në karakter. Futet në karakter. Edhe ta kur, studioj, ta shofi gjën. Kur i pret krahun, që se kishte krahun, ky ishte prapë shumë interesante. I thot këtyre, i thot ju lutem, i thot gjeni një pesh 15-20 kg që ta varë te krahu, Po, ta që ta kuptoj. ndjej si pesh që të dhem, a kupton që kur ta kështu futej aq shumë në rol te kjo gjëja me aq emocion që e bonte me shumë pasion, e kupton ta dubluese tash ta studio e dublimit ishin po, i do bidona ujë lajthisa apo i do bidona ujë? Ishin aq të gatshëm që t'ja sillin këto peshat. O, vllai dashur, jam shumë dakord me ty, po ty ta ka thënë dhe Genci, kur kemi pas Gencin fugën te treni polar. Tom Hanksi, Po. që ka bë makinistin, ka pasur një moment që kape, thoshte. Jo, e ke pas tek me Gencin. Të. Na e tha dhe Marini që bënte edhe herën, është më e freskë apo them. E nejse, okay, se mbaj Okej. mend te Genci, nuk e ashtu. Kupton që kemi pas për Grinch, thosh ai kape aty, po Marini e drejt, më fal. Marini e drejt, ndjes. Ndjes, ma fute këtë. Ma fute këtë. Një Ka me sa zero. më katë këtë Një me pjesë. Dhe prandaj sepse ti e ndjen burr, Po, do ta ndjesh tamam se ndryshe si do e japësh emocionin. Nore ka pas raste, Fair. thash, ka pas raste kam qarë në një moment të caktuar gjatë dublimit. U futëm aq shumë personazh sa që mbaron pjesa, ngre kokën, më shef djali që tha, po ti, ka pra po unë. Si ndodh. Sepse kjo gjë po bëhet realisht valla, të futet brenda personazhit, futesh ti brenda atij karakteri. E di që do të sugjeroj nëse si ke pa 2 filma, më saktë 3 seriale se dash filma. Jepi. Një, Berserkun, e ke pa? Jo. Shumë Ta dark. sugjeroj. Okej. Domethënë është, nëse Death Note është pik, kjo është dysh Death Note, kjo është 10. Çfarë thu ti? Nëse ti do një Domethënë- arsye që të fillosh lexosh manga është Berserk ose e le Berserk. animen Sepse ai ka vdek autori që e ka bë, Ka vdekur po autori? nga overdoza e punës, domethënë. Okej. Dhe sot studiot nuk e marrin dot përsipër E kanë punën marrë, që ai ka bë. Qyr zoti. E kanë marrë? Po, do vi shumë shpejt Berserku për gjithë këtë seri. Hajde inshallah, ja. Por që do i bëhen skip ca pjesë. Mos ja fut. Nëse Është shumë varet. vështirë të animohen. Po pra. Okej, se kam pa. As se Ta kisha sugjeroj. dëgjuar me thënë drejtën. Është ëh? dark shumë, Okej. domethënë të fut një lloj psikologjie, Është për shumë të rritur, Mashkullit, të rritur dhe me domethënë. shumë shkollë. një lloj psikologjie e mashkullit të frikshme. Okej. Pra si është jeta e një mashkulli?
Atëherë dhe tani, kupton e ka kështu. Është si veprat e Shakespeare-it. Okej. Gjen akoma Do hapësirë. ta shoh atëherë këtë. Tjetër? Vinland Sagën, Po, Vinland Saga. të me vikingat. shiko, kjo është... E diti që e kam nis këtë gjë dhe e lash. si gjë. Me Gjëraj. di për pse e çfarë ke lënë, po duhet arsye. vazhdosh sezonin e dytë, Duhet- duhet thush pse se pas kam vazhduar përpara. Do ta shoh. E kam Sepse ka nisur një Vinland Saga. katharsis komplet çu, prap, Tjetër 180 gradë, Okej. direkte. Edhe tjetër? Edhe tjetër do të sugjeroja këtë, çka ka kjo Dr. Stone. E kam parë. Dr. Stone. Dr. Stone-in e kam parë. Dr. Stone është. Mua më ka rikthy, si me thënë, Shkollë. mu dukte vetja sikur isha në klasë të 5 dhe po shikoja këtë për herë të parë këto Diturinë atyre. Diturinë atyre. Jam knaq me atë. Ka Jam qenë si knaq. Xhaxhi Viktori dikur. Jam knaq me Tashi ka atë. shku, tashi janë në fazë gjimnazi, është me shkem stoke. Po, po. Po, Duket se doli tani sezoni? po sa po ka fillu, Sa ka është tashi po bredhin këta në për Europë. Në për botë, po, po. Në Barcelonë, tashi do hikin. Ah, të bëjnë gjik pazare. Shumë i lezetshëm. Dr. Pikën vojnë në Stone. Ullinit. Edhe Tjetër Gachiakutën. Per. Shumë e bukur. Shiko, unë e kam pa deri dy se kam lënë. Një sezon ka, O, pra, një atë sezonin ka. Se mos gabofsha, tetor nëntor si vjet ose Të dali? janar viti tjetër fillon sezoni tjetër, po. Nice. Unë e kam përfunduar thjesht po japin to pikantet. Kjo s'm pëlqeu më, Cila? do të thënë shumë, kjo që ishte Cyberpunk-u. Do më thënë ishte është shumë amerikan, kështu stil. është amerikan. Eksakt, shumë Se stil kam amerikan, pa, ishte shumë vulgar, shumë Nxorën Jojo Bizarrin, tash nuk e di e ke pa të parat, Adventures, e nxorën amerikanë sa e nisa. Është i bukur, është i bukur. Ka po- mundsi amerikanë Nuk po janë, çfarë shiko, prek e prish. unë mendoj ka diçka. Se kanë kultura e ato gjë. Po, Ajo do realisht kesh një kulturë të bërit ato gjëra. Ka qenë një histori, e kena thonë biles në sezonin e kaluar, ka qenë sezoni i parë kur e kemi fol kët. Bashkëpunimet e para të Japonisë me animet me Amerikën. Okej. Dhe këta morën atëherë, nuk e më duket Dragon Ball i ka qenë ndër të parët që kanë marrë se dhe i bën shumë ndryshime të frikshme. Edhe pse këta i s'u shumë thanë, bukur? jo, Amerikani kuptoni, kishte bën ndryshime komplet, gjëra të veta. Ndryshime duke animuar të gjëra të Po reja. edhe duke fut kështu skena budalliqe, Okej. kupton dhe sa japonezi që të bëu bish. Skenaron dakord për këtë. Po pra. Po jo, po kështu e po ashtu dhe okej, tha, e morë këtë? Po. Nga tani e tutje, flasim ndryshe. Pa, bashkë, pra. flasim. Qose do, ose kështu, Ose ose hiç. vazhdo me Simpsonat se mirë je, thot. Pa. Shiko, ore, se ka diçka. se- Rick e Morty. Rick and Morty. Morty kanë që. Shiko, Rick and Morty është bën Amerikë, po jo nga amerikan. Kjo është e bukur. pra, okej, Dhe kanë okej. ato sikur kanë qenë çik shqiptar, që kanë shu fare pa Nice. durë aty. Tashi. Nice. Shiko, ha. Se ti je skeptik, po. Unë jam shumë. Më besoj që Rick and Morty është diçka që është shef, është Tom i Jerry. E kam Po, 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 falë, e shef, po e shef. nuk është se mu më katerej shumë, ndoshta ka... Po se do, nuk je shumë të humoriziti, për ne është. Jo, po jam të humorizi, po është halli që me karar. Rick and Morty është shef episodin, shumë Ka bukur. pa Paradise Pidinën, bro. Më besoj që është më keq. Domethënë, shef episodin, rri, vazhdoi jetën tate pas gjyshore veç kur të plas ajo që ta kalon këtu kështu bam edhe Ku e ka pasë? Ora, këta janë për shumë zgjuar, do të jesh shumë i fokusuar që ta kapësh atë gjën, se e një të gjë ndodhe me ani, me ti ke një sken. Bom. Le tash. E mbyllim këtë kështu, le, okay, kalim në tjetra. Dha ti ke bëj super karakter, që është Lupeni. Lupeni, po. Tashi që e ke, ky është filmi i fundit që është bëjë. Ro për të detektivat, se do vazhdojmë me super pastaj. Tjetër. Lupeni ka qenë një ndër personazhet e mi të preferuar. Më erdhi në dorë rastësisht, më kishin vendosur ata studiet më jepshin mua. Unë në përgjithësi, në jetën e dublimeve, kam qenë më shumë te personazhet antagonist. Okej. Në përgjithësi, nuk kam pasur personazhe protagonist, por gjithmonë antagonist. Po, Oli e Benji, Mark Landers, ke parasysh për Kurovën o basket, Kagami. Po, gjithmonë Nuk prezantoj me Kagami. Po, antagonist, gjithmonë e kam pas një kështu. Edhe Lupeni ka qenë protagonisti që unë e kam dashuru, si me thënë. Si është bësh një rol që o vlla është i dashurun nga gjithë bota. Është Nga gjithë bota. e morëm për sipër dhe e kemi bërë për një javë, mos gaboj, të gjithë filmin,
jemi rikthy çdo skene për të dalë gjëja sa më bukur. Unë e kisha parë në anime përpara viteve, se Lupeni ka shumë vite. Gjeta veten sepse nuk më është dashur as të impostohem, nuk më është dashur as të bëj zë tjetër, isha unë. Po, je shumë lirë. Shikoja filmin, e pash filmin njerë, futu në studio, bëj knaqu, edhe ka dali gjë e këndshme. Ka dali gjë e këndshme. Shumë e mirë. Edhe anime ishte e mirë, animacioni. Kishim bërë shumë 3D. Ishte 3D, po ishte i pastër, kështu, ishte okay. Më duket është bodhe një tjetër. Kjo ishte me macet, kjo ka qenë me këtë vajza macet, diçka e tillë. Unë kam parë shumë 3D. Dy kam bërë unë mos Po pra, ke bërë të kjo maceve fundit. Po. I ke pas të dyja. Një që është që kërkon një libër që e ka marrë që nga Gjermanë, Po. Një profesori edhe i këtë tjetra. Me këtë gocën maca. A më duket është njëta, nuk e mbaj mend mirë këtë pjesën, po. Jo, janë ndryshe. Nuk të ndryshme. Kjo me Gjermanin duket është e fundit, mos gaboj. Po, me Gjermanin është e fundit. Po kjo ka këtë animimin 3D, po nuk e ka shumë kështu blend-in, shumë theksum që ta vret sy. Domethënë është 3D, duket e lezetshme, është bë për është smooth. Është bë për gjeneratën e re, kupton? E dini çka kam dubluar unë një film artistik që E disa film artistik kur e pash sa kishte dubluar që te Harry Potteri dikursh. Po, mirë. Prit, leze. Unë kam bërë Eddie Murphy. Mos ja fot ka. Po, Eddie Murphy. Te kush, si se kanë? Këtë do të po mundohesh Se të kujtoja. Eddie Murphy ka qenë te kopshi baballarëve herë një. Pa ty e ka bë Neri, këtë e di. Kam bërë Eddie Murphy në një film që nuk më kujtoj. Doktor Dolittle. Jo. Ku ka qenë tjetër e Eddie Murphy mor valla? Ka qenë një Pluto që ishte në hënë. Pluto Nesh. Nuk e maj mend. Duhet ta gjej dhe ndoshta t'ju shkruaj kot për. Po, patjetër. Eddie Murphy. Ka sa po e majtë e mend ti na shkruaj se kom linjë direkte. Marrje. Edhe e ka qenë shumë e bukur. Si është ta dublosh Eddie Murphy, valla, sa ai flet shpejt, mos e vrit bene. Ai flet shpejt, po për as vete nuk e merr vesh ai njeri kur flet. Eddie Murphy ka qenë nga këto personazhet që nuk më kujtohet skena dhe filmi që ka qenë, po mos gaboj ka pasur një vlla binjak në film, se ai bënte edhe shumë personazhe vetë brenda filmave. E di për kë film është. E di. Unë e di merë, por nuk vjen emra. Ai ka pasur goxha personazhe brenda filmit, e kemi qesh me lot. Unë nuk para kam dublu film artistik. Në përgjithësi, studiot shqiptare nuk para kam dublu film artistik. Për i farë periudhe ka qenë, pastaj u lan. Se është kjo para që tham që vlla, do përkushtim ajo gjë të bëhet. Do për qoftë edhe një hapje goje, i kemi pa italianët. Come on, janë mjeshtrat kësaj gjë. Shizmët e Janë Zotit. shumë të mirë në të bërin. Edhe ata tashmë italianët janë mësuar që e duan italisht gjën. Po. Nuk ka. Vetëm ato ishin. Ne duan vetëm italisht gjuhën e vet, vet, si anime si kështu. Anglisht apo japonisht. Sandri shoku im sot e kësaj dite i pret gjëra të dublohen italisht që ti shofi. Unë i shoh dhe japonisht. Unë i kam qef. Korean që këto, i lejtë, me këto filmat korean pastaj janë abo. Ja mon. Ta kuptoj hallën. Hallën njoftë. Ata janë fut kështu kulturë më vete. Shiko, unë mendoj se po ndërpres fjalën, japonisht janë petite, kurse i bëjnë ata i përcjellin kështu emocionet shumë pastër. Janë, shiko, vërca anglisht vërtet, domethënë të ka të mirë amerikanë, dublimin e ka të mirë. Ka disa skena. Unë po ngjoj para djem çfarë para ka skena vlla që ka marrë robin dhe i kanë thonë, "O do e bosh kët më mirë se ai që e ka shpik, ose mos e bën më nesër punë fare." Po pra, po Vegeta. Fjalimi madar. Fjalimi, dalë prapë Attack on Titan që vetëm tash që në bëhet mishi kopër nga skena që është. Fjalimi Ervin kur i merr ushtarët gjithë dhe i çonte ai Beast Titan. My soldier. Okej. E thot ai, po të thehemi, thot çfarë do ndodhi? Do vdesim, thotë. Po të hiqim para. Prapë do vdesim. Po mirë, thot, hiqim para. E kupton ai do fantastike. Bi dakord që do vdesi. A thot më mirë të vdes si burr se sa. Po pse fal Vegeta te turnamenti që i thot ai Kakarot find a way. Perl. Ti që ke ti dhe unë që kemi pas 7 Deadly Sins dhe të saj që të ta sugjeroj realisht. 7 Deadly Sins? 7 Deadly Sins. Domethënë,
derisa dali ai Bobi aty. Derisa të vdesi ai Bobi. Sa ta lçova më çë larg kopës, mos bëj spoilera. Mos bëj spoilera për. Plak, derisa do me zor do e shtyshi çik ndoshta në fillim. Dali ai Bobi që të dashurohet. E di si fillohet. Nëse je për tip që pëlqen këto karakterit si Vegeta, Okej. do ta dashurosh. Po, Vegeta ka qenë super karakter, më të Goku. Vegeta 2.0. Vërtet. Ja, se Vegeta është Ja. është specie zhdukje, burr, ai 5 llafe thot më punë, Po, Vegeta pra. ka filluar të flasë shumë dash. Ha pra. Sa erdhi në tokë Vegeta, E ka erdhi të zbukur, flasë. Po që Qa pyetje deshe ti bëhet ti për personazh tash? për personazh. Qa kishi që the, sa i thash Lupenin? Apo të vazhdojmë? Jo vlla, unë doja të bëj pyetje kështu se meqense ke pa shumë anime, a ka ndonjë karakter për shembull të një anime specifike që thonë unë për këtë o e dubloj unë ose lej njëri hym gjak me mua. Ndaj karakter specifik që mbaro fare. Të them të drejtën nuk e kam menduar. Do ta them troç. Anime që më ka ngelur në mendje që më ka pëlqyer personazhi, si më thon, brenda këtyre, ka qenë prit si e ka. S'më vjen emri. Çka gjë na thuaj se ndoshta e kujtoj. S'më vjen emri, po s'më vjen Me emri sken, kështu. as i kësajt. Do ta lë këtë gjë. Okej. Skip, po kaloj te një kështu. Do doja shumë të kisha dubluar te Black Cloveri Bobi. Bobin. Është shumë i këndshëm për shkakun. Është fantastik. Vërtet shumë. Vërtet, Vërtet shumë. vërtet. Është shumë pozitiv. Po Për çdo gjë është pozitiv. Të lodh qamet ama. Të lodh. Po e di si është ky pa ofenduar asnjërin se duket shumë keq, por në krahasim me këta tjerët, gjithta që kanë vërdall, ky është si me aftësi të kufizuar. Ashtu. Në aspektin që ky, domethënë gjithë këta kanë nga një fuqi specifike, S'ka asnjë gjë. s'ka. E kuptoj dhe përpiqet. Kjo më ka pëlqyer gjithkohës. te ky për shkakun dhe po dhe kisha bë për qef se edhe nuk çdo lloj gjë ti ndodhi thot po, unë do ja dal pra. Do ja dal valla. Unë jam tu dhe unë do ja dal. Naruto pas ke qef Naruto më duket. Sigurisht. Ai. Po sigurisht. Naruto Jiraiya. Naruto Ja, Jiraiya. më fare, e kërthot kolegu. Çfarë Nise, bësh? unë jam gjithmonë kështu fat keq, se mu më pëlqen gjithmonë këto side karakter, Ta që ta gjithmonë vdesin. vdesin. Da, okay. Do më thënë, ku e kam, jo se kam atë, se ke boky. Unë të Ta Naruto detyruar. kam Azuma. Azuma. Maroj. Shumë i mirë. Tatuazh do ta bëj aty, atë lloj Shumë i personazh. Bëja me boj që fshije se dha Ah. i vdes. Drejt. Shumë i mirë. Nëse do të sugjerova ja dy anime, nuk ti them dot personazhet, do e Po, kuptoj do që t'i vdesin. shoh edhe do ta ashtu. Gjithë ta që kam qef u vdesin. E isin. Death Note-in për shkakun do e kisha dublu me qef. Po Death Note nuk është dubluar në shqip. Jo. Nuk Të e di shumë mirë. Këtë nuk e di. 90% e njerëzve se kanë pa mua. Death Note-in do e kisha dublu me qef. për shkakun. Do e bëjmë. Ka një lloj qetësie ai Tash unë karakteri. si kam atij, kushtet me e është- bo Pro Max si studio dublimit tamam, po e bëjmë. Po se s'ka tre karaktere ka që Fix, pra. përfshihen gjithë. Që përfshihen, po. Pastaj Fix, janë pra. shumë fiction shumë. Po kë ke qefën po nga Death Note, kot për fiksit. Personazhi? Lën. Lëna për lajë, se ka diferencë. Po ta bëjmë një pyetje. Se si drejtova. dalin më vetë, duke që se Ai se kemi dhe lojën e fundit lale. Po, ne bësh ti po të marrë të lëre. Ata rikthej atë lojën time, famshme. Përvishën pak asapa më ka pak në profil. Të Death Note. Duke qenë se ke ri parë tani si rritet Po. dhe ke kuptuar. A kishte të drejt lajti për shkakun për atë që bonte? Do të thonë ai e teproi, po siç e nisi si logjik që duhen vrarë gjithë. Duhen vrarë gjithë. Po. Shiko, karakteri aty për mendimin tim e teproi Po. nga fillimi e deri në fund. Kishte të drejtë, ai vriste gjithmonë personazhe negativ, sipas atit. Sipas atit. Deri diku se pastaj Deri kur filloi të diku. vinte dorë te Po baba pastaj vetë, filloi të teproi çik. Filloi u bë tip Sasuke. Ja. Nuk e di për mendim që. Hajde ti heqim qafe. E mori çik shumë personale gjën që me lojën kundër këtit. Si e ka? Lës. Po. Edhe për këtë që nuk e di. E di kush ka qenë skena më epike nëse ju kujtohet aty. Skena më epike është kur Lëja e kishte zbulu dhe e dinte që do vdiste se kishin zbulu njëri tjetrin praktikisht, që unë e di kush je ti dhe ti e di kush jam unë.
kishte zbulu kush ishte Lajti dhe është i vetmi moment që ky tregohet super i sinqert me këtë dhe i thotë ti thotë gjatë gjithë jetës time je i vetmi shok që un kam. Ajo aty që lul dhe drita dhe gjitha këto dhe ky vdes pastaj pas pak. Se më falë, ajo skena e asaj, si e ka e gruaja e ti detektivit, Po. që shko vetë drejt vdekjes. Këtë Është ajo momenti që shkon drejt asaj Pret portës. detektivin që e zbulon se i prek atë librin Fetoren pa dashje, Okej. edhe pastaj i merr kartën kësaj gruas bosi polici mirë e këtë Hane dhe i thot po i thot për verifikime kështu ashtu. Edhe e vendos që do vdesi pas 5 minutash dhe shkaluan 4 minuta pak e 15 sekonda donte kjo dhe edhe i thot thjesht prokurishtën tatë i thot un jam Kira. Okej. Ja thot asaj sy dhe ajo vetëm kthehet me kurriz bën 5 hapa Edhe iken. kaput. A vret makina ç'në dëgjosh. Jo më se ç'është një si Po jo, po porte, pra. po ky filloi bonte libër, më fillon të ja përshkruante Pa. vdekjen. Po, duhet të vdesi në këtë mënyrë, po. Ishte dhe kjo Opa, pjesë. Tiron avionit. Ai filloi kaloi në një stad tjetër, apo? Ai kaloi Kaloi në një komplet stad insane. tjetër që filloi pastaj kjo që the ti fantazonte. Ishte më i zgjuar Lajti, do të Kira apo Lëja, se kjo është dilemë shumë e fortë. Se Me thënë të drejtën, kanë të dy kanë pas ato momentet e veta, se kam përshtypjen që vetë Lëja ishte më i zgjuar. Ai e zbuloi. shiko, Se- po, Lajti boni diçka tjetër që është për mendimin tim ai që e ka shkruajtur, domethënë fshiu kujtimet, doli i pafajshëm, se ishte shumë i sinqert nga që s'mante me asnjë gjë, e detyroi në mënyrë indirekte që ti merrte kujtimet prap edhe shkoi e vrau atë. Vrau teatrin e vet. Unë detyroi teatrin e vet që të merrte Shinigamin që shifte se sa do rronte filani, çka kishte emrin filanit, vrau teatrin e vet, vrau edhe të dashurën e vet, vrau dhe lën, pastaj erdhi e vrau një bjondo. Biondello. Biondello. Psycho, është super Ja, sa anime. difuzor analizë për zotin Atë e kisha pa prapë, për shembull, Ja. dhe nuk mërzitesh. fantastike. Edhe Po janë nga Monster e ke filmi. pa? Jo. Më lart. Ja. Është Death Note 3.1 është dhe 2.0. Jo, ajo është Death Note i parë. Death Note i ka kopjuar kjo, ajo pra. është e vjetër. Ajo është Monster është nëse psikologjisht Monster është medium rare. Au! Pa bom mirë, po. Kolek tash këtu do më asistosh ti mu me te loja vllaste. Qa loje do bëjmë? Ajde me Zara. Këtë e kena pas çik të vjetër. Edhe Po do të them edhe edhe them kur i përshtatet e format. pra, do ta Okej. rikthejmë kët, do zgjedhim kush anime, domethënë dhe film vizatimor, do t'i përzi. Okej. Është më i preferuar jot. Imi? Po, por jo do ta bëjmë me lojë, po para Okej. kësaj do të them dhe i gjë që merrti direkt tash live ka regjia. Ka bot xhirenin që ta dishti. Te Dragon Ball, dhe se i përmenëm Dragon gjithë Ball? xhirenin. Gjirenin. Po. Ja, E se ta s'kam dubluar. Atë me trup të kuq, me shumë me uniform të kuqe, me kështu i bardh, sigur ja, ka pa fantazë. Qerosi puna ime. Jasperi kur ka po palestër. Po. Se më kujtoj që kam dublu të Të Dragon Tournament. Balli, por ke bërë nga që janë vite përpara të thoja personazhin se cilin do të gënjeja. Po, Ja, ku kam masolle ti tani. 2018 e Po. kam. 10 vjet para më. Nuk e di. Kalu 9 vite, shumë. E morbi, përse Po të më pyesje mua, do të thoja që mund të kisha dubluar ndoshta në një sekuencë ca seri të Po. Tit Pikolos. Nuk e di pse e kisha fiksuar. Pikolën e ka bot Devisi. Ja, Po, pra. me shef pra kupton, mendja ime tjetër është. Po mos mund të Jo, keni ka bose shiko, ka 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 pas dalë- pushi, kam bu mazhin bum bolin aty se ishte Denar Xhillari aty. Ishte Bobby, me punë. Bobby. Denar Xhillari, Bobby, love you. Çfarë do bëjmë që e kena në Amerikë? Është në Amerikë, është në Amerikë. Do na vit, se s'bën se s'ka nga shko. Do shkojë në Amerikë pastaj të marr intervistë. Naruto në studio. Bobby me qira Allafi Aha. ka qenë njeriu i cili besoi te unë që unë sot e kësaj dite jam televizion. Se ai më mori mua në Palimit që filloi emisioni Palimitit, që u bona bashkë me çunat, dhe sot e kësaj dite vazhdojmë jemi bashkë. Po ka qenë Denar Xhillari njeriu që mua më ka fut në skem, se kam qenë backstage gjithmonë. Kështu që respekte, faleminderit. Respekte dhe je danoç. Neve na ka bo fëmijë. Bob 2.0 jetësh që dhe prej me. Fantastik. Fantastik. Hajer, si është Okej. loja? Loja tash. Do zgjedhësh patjetër. Ashtu. Death Note,
apo Shreku? Death Note. Më buçëm se kaq? Pa që butë që për shumë butë e bone. Je bone me heku 6 mes të jetë, që butë që Shumë but? Okej. Death Note apo Jujutsu Kaisen? Death Note. Okej. E keq. Death Note apo Lupin? Death Note. Death Note apo Dr. Stone? Death Note. Jepi. Death Note apo Ice Age? S'ka rëndësi, cile për ty në njëna për ty në. Epoka Kunaja. Epoka Kunaja. Epoka Kullnajave. Bravo, ti leje drejtë. Epoka Kunajave apo One Piece? Se kom pasë. Do them epoka Kullnajave sepse One Piece-in nuk e kam ndjekur aq shumë sa ç'duhet. Ka problem, shqyr, shumë i ke po. Lojmë një sekond. Nuk duhet vdesi robi pa e pa atë. Ka i ditë them. One Piece-in. Po. Kena shumë për i gjatë, vdekje, jo. s'kena për ta Jo, parë. ai themur, ai do na përcjellin neve. Për ta përcjellë. Kapim deri aty gosht, më beso është. Se ta nisësh nga fillimi, gjithë ato seriale është Për i vite marrova. Edhe si thosh. Si e thotë që me pacient për jorë. Rri tash pres javë për javë kur del episodi të javë. E ke patë me emrin kështu? se 1000 e ca episode që ka ajo 1200 e ca. llogarit nga 20 minuta, përgjithësi nga 20 minuta. 17. Po, Edhe s'ka fillera, kjo është e bukur. shumë më burr. Dhe ku i gjejnë më? Po ka filluar Po, që gjeni, ishim mo. Lena atëherë kur filloi, Po, dal. vazhdon. Tamam është jetë. Është Nuk e ajo leje është pra, Japonia. këto lloj animesh duhet t'i shohësh që fëmijë, Po. siç është e llogaritur Naruto, Se Goku. 28 vjeç. Ti shohësh që Hajde se fëmijë. Naruto në shef si zot nisë 500 episode të falë nga i Ja, shkreti. se Po, e shef se e kam pa vonë, e kam pa dhe Naruton që e kam Ah. plotësuar të gjithin, ë. Ja, shkojnë 1000 bashkë me Boruto dhe vazhdon. Kështu që Pa ç'lesh Boruto s'det 2 lek po. Se di. Nuk vlen 2 lek akoma. zgjidh One Piece-in se. Nice. Do Do fillojnë One Piece, Jo, One Piece jo, olla. do fillojnë këta këtu, pastaj bo. One Piece, Ne mos fillojmë çat dun, rrit ai Sage, i gat, ma prish lojën kaq po them, çeroso. Më unë ta kthej Se prapë. shera pa që bëj me ty. Ai se Po unë do thosh Ice Age-in, thash nga që nuk e kam Ice Age, parë One Ice Piece-in Age. aq sa duhet. Ai Sage. klasi lufta. Ai Sage apo Mulan? Ice Age më bu. Mulan që Mulan. më shnoni edhe mua luftën. Hajde grim mish për qofte. Ai Sage apo Dragon Ball. Ta prisha, Ice Ball. Dragon Ball më lalo. Dragon Ball. Diskutohet. Ta Ha, jepi. kthej plagën prapë. Jepi kthe. Dragon Ball apo Kung Fu Panda? Dragon Ball. Se Kung Fu Qa Panda plagë? kemi dublu një Se ke bote. babajnë. Po, ke bo, zotin Pink. Rësaku. Meri dhe këto me vete. Ja mbush çantën plot me kështu me brum. Ti ke Vetëm për ta hapur, vetëm për ta hapur. Ça ti kesh pa sa e filloi. I marroi sot të tjerë. Lezetshëm. Kung Fu Panda anime lezetshëm shumë. Fantastike. Pa. Tashi e në fonit klasikja për mu, Dragon Ball apo Naruto? Menoj e mirë, se je mes dy zjarreve. Naruto. I'm sorry për Naruto. Hajde. Hec, ka sa po hiqe. Bëja kata t'i Naruto. pjetane se iku. Sa do jam rritur me Dragon Ballin, Vazhdo fol. kam mësu italisht nga Dragon Ballin, dhe më ka dhonë shumë gjona. Naruton me kam parë ndoshta edhe çik si më i rritur, edhe zgjedh Naruton sigurisht. Shiko, unë jam dakord që dhe Naruto dhe One Piece që janë këto pas Dragon Ballit kanë shumë mesazhe të forta, i kanë shumë mesazhe të më të qarta. Po vallai Naruto si a shef episodin dhe nesër, po doli Dragon Balli gjithë ulen. Ja. Tjetër më të edhe unë do ulesha ta shoh, ë? Nuk e Edhe unë diskutoj. sponsorin Naruto vlla, Ka sa pe- doli Baron Modi isha aty. Ka pe- Ton, le ka- t'ishin të vdek tjerët jashtë. Ka pe. Nuk është të do ju një allun i thosha, kështu që vazhdoni me planet e juja. Po Tironzo, Dragon Balli nuk është për gjithë. Ej, formate, Dragon Ball. Maria bën gjiu drejgjit. Aha. Gjabonxhi. Jam katunar, nuk jam gjabon. You're Gjabonxhi. Unë jam se ato diamantët që nuk janë kështu pastru akoma, rafinues. Ke drejt aty. Jorge je fantastik. Pa pas e Ja, tha hajde, Naruto, mo. ika po riki. Hajde, mo. Jo, mo, ma nge po, jo qefin po. Je në ekstaz deri episodi tjetër. Qa thu, unë e më gëj diplom nga karrike tash, pavarësisht se s'duket. Ti je Team Naruto domethënë. Team Naruto. Nuk diskutohet. Në edhe uniformën? Ai Vllai. është 59, Dragon Ball. Dragon Ball kok.
Si e boni 5, të zakonisht vjen 6. Pra, ai shall. Mos e kalo ashtu. Horr. Nëse herës tjetër do marrim Sandris, unë e kam të preferuar nga grupi juaj, mos u mërzitë. Jo, më që edhe unë preferuar kam nga grupi im, kështu që. Bajko, e diti. Se nuk mërzitet, ai është Se më para për. blini Sandri ashtu, është da. fantastik. Sandri, të dy i kam shumë xhan, edhe po Sandrin për këtë pjesë dhe për këtë emision që keni, e keni adap. Sandri. Po. No more numbers. Lutem. Unë do t'i them sa mirë kalova sot, edhe do ta keni mbështetjen time që ta sjell. U kry. Super. O kry. O fut korrupsionin Kështu që- lojë direkte. Ashtu. Misia. Ishte shumë kënaqësi. Shumë Nuk faleminderit. nasha me thonë drejtën. Për gjithë Kisha çka ke shumë nuk para flas për Ani me shumë njerëz, për këtë gjë që shohim dhe kemi pasion që të tre. Kështu që rrofshi. Ju faleminderit ti. Faleminderit ti që Faleminderit ti ishe tu. që i ke bë dhe këto dhe na ke bë fëminim dha, pavarësisht se nuk është se kena një diferencë modhe moshe, po jena arrit me zonën tatë. Faleminderit shumë. Edhe Edhe faleminderit ty. të bëjmë një gjë më të mirë. Patjetër. Ajo duhet. Pak do për të e bëj. sigurt. Të gjithë Synimi vetëm ky është. të bëjmë një gjë më të mirë akoma. Vazhdoni mos e lini. Vazhdoni pasionin. Kështu që e një gjutë që ju tha, lafe mo ka unë s'keni, përveç se shtnetet mira e në ju rujtë zoti. Shifna episod në radhës. Ikëm kasapa. Shadow Clone.